votim. Pro, kundra, abstenim, nuk miratohet. Faleminderit që po Vazhdojmë me pikën 9. Miratimi për vendimit për miratimin e programit të transparencës së Bashkisë Rogozhin. Fjala për zonjën Kamila Shala, koordinatori i informimit publik pranë Bashkisë. Ku është Kamila? Atëherë për mos na uvonuar kalojmë në pikën 11. Pika 11. Kalojmë në pikën 11, miratimi për vendimit për përllogëritjen e nivelit të pagave për Bashkinë Rogozhin sipas vendimit numër 103 datë 11/02/2026. Fjala për drejtorin e financës, zoti Rezard Vogli. Ka si qëllim zbatimin e vendimit numër 103 datë 11/02/2026 për përllogëritjen e nivelit të pagave të funksionarëve, të nënpunësve civil dhe punojësve administrativ të Bashkisë Rogozhin. Nivelet e pagave janë përllogaritur në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe tabelat përkatësa. Ky projekt vendim nuk krijon funksione të reja dhe nuk ndryshon strukturën organizative të bashkisë. Ai vetëm zbaton kuadrin ligjor në fuqi. Projekt vendimi nuk sjell efekte financiare shtesë për buxhetin e Bashkisë Rogozhin, pasi fondi i pagave është planifikuar dhe është miratuar në buxhetin e vitit 2026. Për këtë arsye kërkojmë Këshillit Bashkiak miratimin e projekt vendimit. Në lidhje me pikën 11. Konkretisht si ndryshojnë pagat, pra si shtohen besë rritën? Patjetër se rrit. Për pjesën Pra kusht rritet sa rritën? Për pjesën e drejtuesve ka indeksim pagës 2,5%, sipas për pjesën e drejtuesve, ndërsa për pjesën e policisë bashkiake dhe disa funksione specifike siç janë hidrauliku, elektricisti, manovratori, rritet me 70.000 lekë të vjetra paga. Domethënë kemi çuar në kufirin maksimal sipas përcaktimeve ligjore. Zotë e kura? Kështi, jemi dakord që çështë që i shërben administratës të jetë në shërbim çdo jo, por kam një kërkesë ndaj administratës, do të jetë më efikase, do të jetë më angazhuar në shërbimet me qytetarët. Kryesisht dhe veçanërisht BESIS duhet merret më shumë me çështjen e fermerëve të kësaj bashkie. Ky është një vit i mrapshët, sepse prodhimet e fermerëve po ngjihen nëpër parcela. Ky është ndryshimi që ndodh. Dhe unë desha më të çu këtu për pagat minimale punojësve. Sa janë të sa rritet? Pagat minimale për disa pozicione specifike, siç janë policia bashkiake. Por për të marrë e fundit fare, është një punojës skrepi që ka qenë vjen ka hirë një nga lusi. Sa është paga të të sa rritet? Ka qenë paga 50.000 lekë bruto që ka qenë e zbatuar me vendim Këshillit Ministrave dhe shkon sipas vendimit numër 103 57.000 lekë bruto. Sa lekë merret tash? Ai aktualisht merr 446.000 lekë neto, pak, me ndryshimet e reja di shkoj diku tek 50.000 lekë paga. Sepse në ka një punojës që të paktën merret me çështjen e fermerëve, janë ato dy skajpet, një është rrinet e shkazet, ka 2 muaj që flenju, edhe ky tjetëri që faktikisht unë jem 65 vjeç, unë nuk shkoj në punë shtetit për 450.000 lekë.
ju garantojmë përgjegjësi ku ta gjejmë çoni edhe ministri më pa 450.000 lekë unë nuk shëtoj. Megjithatë, Tashti, ai ka i përgjegjësi ballë sepse ai gjendeve i duhet fermerit çdo ditë në për fush, në për parcelë. Sepse fermerët po pastrojnë kanalet me para dhe veta. Mirë problemi s'po shitet, po për të ditë atë duhet më mos skret privatisht për të bërë kanal. Para unë jem që pagët të rritën, po veçanërisht të shifren dhe specifikohen a një shpërtim në gjosë ai 2 rruga. Ai ishte i ri, kur unë plak së rri me 450. Ai jo të shesi naftën, po digit punoj privat. Për ne të rrisim pagët dhe të rrisim kërkesën në bukurisë. Them dhe diçka tjetër. Për vendimi e shtrin efekte financiar nga data 1 janar 2026. Që do thotë, për muajet që kanë kaluar çdo punonjës që rritet pagët dhe marrë pjesën e efektit financiar që i ka bërë. Unë gjithmonë në çdo miratim buxheti kam kërku pagë maksimale për administratë. Në moment që ke një administratë paguar mirë, të shëndosh mirë financiarisht, eliminon edhe korrupsion. Pa mo administratë duhet të jetë më koherente me qytetarët dhe kryesisht edhe me Këshillin, vijë të raportojë dhe po të transparencë punën e saj. Jo 4 muaja shefja që thotë aktini nuk vjen këtu. Ajo është shërbim, ajo është një ndër drejtorit me mërmendje ma kryesore. Vijë të informohet, çfarë është po, çfarë po bëhet. Unë për vetë jam dakord. Për rritjen maksimale të administratës. Dhe kërkesë në bukurisë. Gjepre e kanë të zgjidhur probleme për rritjen e atij të skretit, sepse mund të ishin 100 punëtorët që i kanë dhe nuk i shkojnë asnjë ditë në punë, dhe mund t'ja shtojnë pagën atyre. E kanë mundësi. Ja bëu shtesë. Ka çon 3 milionë. Tash, më thanë Zhafa, unë paguam kaq. Okej, pra pa Unë kanë me mundësi të këtë tash ai kam bisedu shënjërisht me dhe unë shkojnë në keqartë. Ka të kishtë tabu lekë, e të përme? Sa ti japi ligji maksimal, nuk e ke çepi të shëjë çelë të dikon. Ka 170 atyre, 1 milion për shqiptarëve të kryetarë që nuk e dinë se kush janë. Të shtrojnë një rrugë, o zoti. Për transparencë, për kjo shefi që da duhet për transparencës të erdhe. Për transparencës të bashkisë. Kanavas shefat të tjerë. Ka të vjetë të sta bëjë transparencë. Ato që vinë për herë të vinë. O, kryetare të Pyetje tjetër? E hedhim në votim? Po, zoti Altin Tosu. Atëherë duhet më shumë transparencë për mendimin tim dhe më shumë është rritja pagës punëtorëve më shumë, duhet jetë më shumë se sa kjo. Ose tjera të shohim vetë. Se punëtorët E hedhim në votim. Pro, po jam dakord. Unë dakord për me. Po jam se rritet vetëm duhet top model, dhe nuk e rritet aty që rritet tjetër në kanali. Shefi pa e rritet ma shumë sa pagat minimale kanë rritet maksimale dhe shumë ose ky rritet 100-200.000 lekë, aty rritet 30.000 lekë. Ai ka 170 lekë. Shëtë. nuk miratohet. Teknikën 12, raport nga administratorët e mesive mbi punën e bërë për periudhën janar maj 2026. Përveç se shpërtirit që Që se smira e tonë asë i gjopë, se na lodhi këtë, se ta marrin e shumë. kemi të ndryshme të se. vazhdojmë. Po nuk është për të miratuar më shtatë. Fikën 13, raport mbi punën e Që bërë nge strategjia e re. Është më mirë se sa algoritmi fare. Fjala për përgjegjësinë e zyrës juridike, zoti Luan Xhuzi. Në do në bërë. Përshëndetje zoti Luan. Është shumë më mirë strategjia e re. Rini këtu nuk e mirë. I diskutori, kalodhi dhe ne. Si e që atje për bashkëmetu, bashkëmit. Nga ne, jo doni nga bashkia, ne Luan Xhuzi. Fjala për ta drejt zoti Luan. Raport të ndërës për drejtorin juridikë për vitin shtetëror 2025 dhe 2026, ju e keni marrë më përpara dhe e keni lexuar. Unë po ju lexoj shkurtimisht. Drejtori juridikë përbëhet nga 4 sektorë: sektori juridik, sektori burim njerëzore, sektori marrëdhënie publike dhe sektori i IT-s. Sektorët e shtrenjtë të tyre dhe kështën e tyre mbështeten në ligjin 109/2015 për veçorinë vendore dhe nga mes numër 53/2012 për miratimin rregullorës së Bashkisë së Evropisë.
I kap në veçantë sektori juridik. Vepria e punës sektorit juridik për bashkinë është mbështetur në kuadrin ligjor, ligjin organik 109/2020, 15 për nga qeverisja e ndorë stacionin për kap dhe në detyrimet që rrjedhin nga dispozitat e vendimit 53/10 për rregullohen e bashkisë së Rrogjinë, që dhe neni 93 dhe 94 dhe të gjitha listacionet e Republikës së Shqipërisë. Për periudhën edukore që paraportojnë qershor 2025, maj 2024, sektori juridik ka qenë një kundërshtar të zbatimit të procedurave ligjore të specifikuar në rregulloret e brendshme të bashkisë dhe në zbatim të akteve normative nga titullari i bashkisë. Sektori juridik për periudhën qershor 2025, maj 2024 ka ndjerë këto zyre. Për këtë muaj ka artuar miratuar plane periodike pune. Vepria sekuriteti në pedo bazuar në planet mujore të miratuar. Sektori juridik ka ndjekur zbatimin e planeve mujore të punës të miratuar nga auditori për çdo muaj pas farës dhe ka bërë analizë punën në funksion të realizimit të objektiveve të përshkruara në planin e punës duke përcaktuar detyra në vijësi për çdo përgatitje. Vepria punë sektorit juridik ka qenë kushtruar në dhënien e konsulencës ligjore në përmbushjen e zyre të drejtorive të bashkisë, në arkimin e projektit prokurorëve të posaçëm për marrjen e pensionet në postë shqiptare, dega të Rrogjinë, marrëveshjen bazuar në marrëveshjen numërat që ka në marrjen masë të patimit të dhënave kontraktore që kanë në të tretën ndaj bashkisë Rrogjinë dhe të kundërt, që mëson që kontrata ose akma marrëveshje ku bashkia Rrogjinë është palë kontraktore. Gjithashtu po ju shpjegoj edhe procesin gjyqësor që ka pasur për periudhën qershor 2025 dhe qershor 2026. Kjo legë. E keni material? E kanë është mbarë. Mund të përpyetje? Nuk është për... Nuk ka gjetur. Atë sa kalendar është në duan. A mund ta shpjegosh që si fytyrë juridike ne për një person bën kontratë me firmën e banesës të tërmetit edhe nuk ke lejen ndërtimit ose nuk përgjigjet fare ajo zonja që bën kontratën. Ka një zgjidhje kjo si nuk bën kontratë, nuk përgjigjet për kontratën. e ka bën kontratën. Ka lidhje kontratë. Po. Për rindërtimin e shtëpisë. Ka po kontratë për ndërtimin e shtëpisë. Ndërtimin e shtëpisë. Ka bën firmën personale, edhe se nuk kanë qenë pjesë e asaj strukture. Edhe dhe kjo kompetencë është e titullarit bashkisë dhe drejtorisë financave. Po them që mundet edhe mosketar buxhetimi nga Ministria e Financave për personin. Unë di sepse është zinxhir, nuk bëhet kontrata nëse nuk i ket leje. Se është Jo. zinxhir. Edhe herë. Mbas dhe sistem, Bëhet kontrata, cilet fondi zbarët leje ndërtimit. Bravo. Këtu do të është bën kontrata, gruaja u jap telefonin, e shkon bashkisë japin zgjidhje, Jo, gruaja u jap edhe telefonin, herë. tash ai kush ta zgjidhë. Kontrata bëhet në fillim. Çelet buxhetimi nga Ministria e Financave për personin X. Ose s'mund bëhet kontrata, po suçet. Fillesat janë kontrata. Pasi është përfitues, bëhet kontrata. Dhe në momentin që çelet nga Ministria e Financave buxhetimi, fillon investimi. Po, tash ku vej qytetari, kjo është ideja. Qytetarët vetëm ke Ministria e Financave dhe edhe Drejtoria e Financave tonë. Po çfarë thot? Po ç'është thotë? Ska lidhje kjo drejtoria. Po ju di nuk kanë gjithë. Për Drejtoria e Financës bashkëndon punën me Ministrinë e Financës për buxhetimet. Bën kërkesë kaq. Edhe buxhetimi bëhet me emër. Personit X, personit Financës për përmend emra. Dhe në atë moment personi bën një marrëveshje me një subjekt ndërtues. I kanë në legat aty subjekti ndërtues. Fillon punën. Po ku dinë që si kanë dalë lekët? Kjo është problemi. Se s'ka për ligje. Drejtoria e Financës po Dyri them. mos ndaj. Buxhetimi vjen Unë nuk jap telefonin. Tash a mund bëj se ti kryetari që shkoj polici, unë bëj nuk jam garanci kryetari. kësaj pjesës? Unë nuk jam Kryetari kryetari, unë po them për njohuri. Edhe pse nuk jam pjesë e asaj strukture, kam njohuri se si funksionon. Edhe se jam pjesë, thash kam njohuri se si funksionon. Edhe ai sa kisha njohuri,
lidhe me kontrollin e brendshëm të shtetit. Ne kemi kërkuar Kontrollit brendshëm shtetit. po kontrollin e brendshëm, kontroll larg. Po, e brendshëm. Kemi kërkuar që Auditor brendshëm kemi në struktura e audimit brendshëm. kemi kërkuar që të na vjen dispozicion raport. Raporte. Në qoftë se bashkia Rrogji nuk e jep, i keni ke lëshëje. Jo, të lëshëje tjerë janë vit. Lëshëje ka strukturë. Jo, i ke gjitha. I kam pa vetë. Të lëshëje tjerë janë vit. Raportet. Ne O janë transparente, i kanë zjedhë. I kanë zjedhë gjithë. Dali direkt e drejtoria jote? Shife ka Jo. Kryesisht në gjithë online për çdo Sektori juridik. A është e drejtë nga punëtorët e juaj të drejtorisë juridike në momentin që ne vim kërkojmë informacion dhe thotë që nuk e jap informacionin se është konfidencial? Ka që e konfidencial. Kush, kontratët, tender, janë konfidenciale për E çfarë? vlerësoj ka një raport vitit 2024. Ka për raport të jetë. 2005 ku je, 2006 ku je. Si, more Ka bashkia. nuk bëhet. Kontrolli i lartë i shtetit i lën raport kryetarit bashkisë dhe kryetarit këshillit bashkiak. E ka dym. Programimin e bëjnë vetën, nuk vin vit për vit. Atëherë, Njërë dy Po vjetë vjet si puna ime, si që era 2025, 2026. Edhe ato kanë 2024, problemi të bisi gjashtë. 2026. Përse atyre i ka Si shkuar që e raporta, domethënë kur e jep këshilli është problem, kur e kërkon këshilli raportin. Ndërsa atyre i ka shkuar raporti sepse ju kanë dhënë performancë foto. Po zotëri, duhet masjellësh. Unë edhe shpar. A çmet punë nuk e kontrolli brendshëm i juaj, që i vi vallë si sekretar. Edhe shpar thashë. Bashkia Rrogji nuk ka performancë. Masjelli raport e kontrollit të shtetit, sa këtë drejt. Edhe këshilltar, nuk Edhe jo nuk duhet pajtohemi. Edhe jo Jo, me që atë. keni performancën dobët, të keni dobët jore. Te dim Qose Po ta- këshilli Diri pa të qaroj, po ta flasësh, edhe me bashki që janë. Bashkia Peqini ka 6 muaj pa marrokët. Bashkia ti ka vajës kalojnë faliment. Në çek bashkia e kalojnë faliment në administrim. Bashkina ka vajs me ne, ta bëhet pushim. Ta jetë, Se se Jo, jo. një nga pikat që bashkia Rrogozhinës do bashkohesh me Kavajën ishte performanca e dobët e bashkisë. Nuk është të vërtetë. Ore, nga ato, ju kundërshtoni thënien e tyre. Po ta kundërshtoni jo, se nuk jemi. Ore, ju jeni të dobët. Raport. Nëse Po, ne raport. Me çani vjen Unë e mas nivelin me bashkinë e Peqinit, e mas nivelin me ish bashkinë e Kavajës. Bashki kafe gjithë ditën. Kjo është performanca. Me ato, që ata janë faliment dhe të shkama rrogët. Bisfilose me puna me gjëna si top modele, kafe, bashki. Tani I performanca kene bashkisë foto, nuk matet nga orari dhe I kene foto të drejtorive, poshtë, pasi Ka element punëtorë. tjerë. Ka element tjerë në këtë. Po pra, Nuk matet as nga orari, as nga veshja, as nga veshja. për transparencë, kemi drejt. Po zotëri, kemi Nga drejt. investime, Kemi nga shumë mbledhja masjellësh. shardora, Gjashtë muj ka tendri rrugës që është Nuk fituar është nuk ka shumë, 24 për transparencë qytetarëve. Kemi mundësi masjellës? bashkia. Po, kryetar, kemi kryetar, Gjashtë kemi muj, e kryetar. fitu tendrin në rrugës, Ne nuk ka rrulluar fituar. shapites, ne rrulluar në Po ligjit. mundohem që thjesht të them që Po, performanca nuk matet as nga orari, as nga kafe, Edhe as atë nga park, edhe atë parkun Po që se të nxjerrni foto e knakni foto është e bushur e ditë. Mu aja teknologjim ka me vënes. Gjeni ca botë. Telefoni, teknologjia, fonim ka me vënes, që nuk... është tjetër. Nëse nuk është struktura duhur për të adresu këto se Po e probleme të tjera. Ne kemi drejt të themi. Patjetër, patjetër. Se transmetoj, transmetoj. Julian, faleminderit. Ti pra, me të faktë. Në skandal, po nuk Ja kam drejt. por jo nga ana e veshjes, apo nga ana Kalojmë në pika 4. Një Njohja me shkresën tim përgjigje drejtuar kryetares së grupit të djathtë zonës Silvana Aliu nga drejtoria politikave Kryetar, urbane. po raportin e administratorëve, nuk jep administratorët. skanar. E diskutuam, e kaluam. dhe ai që ishte Astrid për ishte. zonë. E kreu. Se miratut vendimin aty juaj. Po nuk është një, se ka administratorë që kryetar bashkinë. Nuk jam paraqitur. Po pse fusin rendite kur Po e fusi tonë. Janë njoftuar ato. edhe s'ka. Të fusi çatu. Ka shku letra zyrtare me tirë. Edhe s'ka gjë thonë, le të vazhdojmë. Vazhdoj sikur s'ka ndonjë Asme, si gjë. asme të kërkesën time është sa se ka drejtori urbanistik si shka. Është kërkesa jote tash. Po pse s'ka ndardhur? Ka ndonjë shëtim pse s'ka ndardhur? Janë punë. Po ta dim kush është me leje, kush është. Nëse nuk është normale kjo që ne e vëm pak dhe mos e vini se është për tepër turbin tonë që vim këtu, të vjen askush më për këtu. Është më vetë. Mos e vini fare në rendite.
Ju kryetar të grupit. As shërtimin e kërkesës komitatit, s'ke çfarë Kemi kërkesa. dhe shërtimin e kërkesës Po s'ke zotit çfarë, Tazaja. s'ka natë të Nuk është as zotin i tatë vetë. Por në vetim, nuk flasë në kryetarin, nuk tesh në se ke nuk është vetëm e detyrë e kryetarit komisionit. Ti si në kryetar, keni Po pra, materiali është për gjithë këshillin, Po, po, vetëm po. për komisionin. Po, po, po. Se komisioni është ngrit nga këshilli. i kanë sjellë të që kanë dashur, të cilën si ka. Po, unë nga pak që kanë sjellë, nuk është se kanë një gjë për diskutuar këtë që kanë sjellë. Është ku janë. Kjo është mungesë e seriozitetit të betuesve në sive administrative. Po nisur edhe nga diskutimet të parafolsëve, po ata afër një vit që ne kemi edhe një prefekt të ri si qark Tiranë, ku bashkia jonë varet, edhe ai supa i herë të paktën për prezantim në Këshillin Bashkiak. Kështu që me që e serdhim iniciativë e me dëshirë të bënë kërkesë atij prefektit na vit paktën lënë e ardhshme aty ku ne mund të diskutojmë edhe mbi ndryshimet të ndarjes territoriale. Na informoi ai së pjesë e qeverisë, edhe të vit paktën ta njohim nga afër, nuk pas respekt si punojës drejtësie për atë pa vëllai të shtit. Po më të respektin duke qenë prefektët mos vi herë një vit se s'ka i qenë bashki i Tirana, dhe bashki i ka që duhet ishte prezent. Mund të shkojmë dhe nëse në vila, në peshku. Të shiu nuk kem të dispozicion të shkoj asionet, po që e shkoj për mik, shpimi i pi kafe, po ne duhet të respektojmë seriozitetin, Ne kemi si se ne thejmë mos prishet bashkia, po i bashki që zvej herë prefekti unë s'jam dakord. As që ndroja, po thotin të rriti. kemi si Kemi pikën 16, informacion për vendimin e problematikeve të institucionet arsimore dhe marrjen e masave për rregullimin e tyre për të pas kushte sa më optimale për vitin e rishkollor 2026-2027. Mungon drejtori i arsimit, kulturës, turizmit. Mos e vazhdo këtë mbledhjen të shqip, të mungon gjithë. Çfarë vazhdo mbledhjen kot? Kemi zonjë Marsiza këtu që është edhe zonjë Dafina, që janë pika 18, 17-18. Në këto dy drejtoresha. Shërtimi i materialit, analizë mbi realizimin e treguesve të ardhurave për 6 muajorin e parë të vitit 2026 nga Drejtoria e të Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik. Fjala për drejtoren e të ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik, zonja Marsiza Katori. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Meqense se Silvana na akuzoi për performancë dobët, ta ngrejmë çik këtë performancë dhe ta çojmë nivelin e duhur. Kemi punuar, nuk është se s'kemi punuar, është një performancë që nuk ka ndodhur asnjëherë që në 6 muaj të kemi këtë realizim të ardhurash. Janë diku te 82% më tepër se 6 muaj Ose të keni punë kaluar. në xhepi juaj për Jo, ose jo. kështu bashkia. Jo, pa merak se jam 57 milion lekë të reja dhe nuk i fusim dot nga xhepi. Po kemi lekë. Pas kemi. Okej. 57 milion lekë të reja janë sa sekretar të Nuk respekt sepse i kom qef dhe kam besim këtë Po brejsh. prit të gjeni, më thëmë të gjeni. Të gjeni një qatë. Të e në ardhme. Po ne tje edukojmë i qikë mirë. Pa e pare gjithë po. Hajt, me që është fushë. Vazhdo. Në nësë ta vjen asë një këtu. Zonja ka ardhë me Po ba, raportuar. meriton respektit. Bravo. Okej, që mos të bëjmë shumë fjalë, unë i kam sjell me grafik dhe te grafiku parë me blu paraqitet plani, me portokalli të kuqe kemi faktin e 2026-s, me të verdh kemi faktin e 2025-s, ku dhe nga grafiku tregohet që është rritur realizimi i të ardhurave, siç e thash në një vlerë diku te 82.5% krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. Dhe nga plani në 6 mujor jemi me një realizim 47% të ardhurave. Falë edhe një, se s'pa e kuptoj. Ky është plani Po, i tani, 2026. sa është 25, sa është 26? Ja, Kjo janë këtu? tabela, po. Pra, është 69 milion Ka qenë 25. 25 në 6 mujor, Realizimi këtë vit është 127. Po, në 6 mujor. 6 mujor me 6 mujor. Po. Janë diku te 50 ca milion lekë më tepër, 82.5%. Shumë janë. Kështu që prandaj Qa tash kanë do të qanë kaq të rritje kaq e madhe?
Janë rritur gjithë zërat, po një ndër zërat që është rritur më shumë është dhe ndikimi në infrastrukturë. Në tabelën e dytë, Gjithë kanë qenë lokale pa licenca, pa letre, kanë marrë të letre për qenë, se si vjen, Ka marrë të bashkë. vjen rresh. Me të dojtë të pyjë pyjtë unë zonë. Sa biznesin për ditë ka që turistë nuk kanë le, nuk kanë le, nuk kanë le, Nuk ka licencë. sa biznese në Bregdet. Po. Procedura e Bregdetit është mbyll me rreth 85% e punës. Po sa keni verifikuar interes, e jetë të rreshe e taksë. Unë kam ngrit task force-ën dhe kam aktualisht në terren, po nuk e kam mbyllur akoma procesin e inspektimit, janë në terren, kam ngritur urdhrin në mes të qershorit dhe po vazhdon auditimin në terren. Tarëvat janë falë drejtorisë Bregdetit. Jo, te faqa Ai detyron ato që paguajnë ka te faqa 3 unë të kam marrë zërat, çfarë të ardhurash kanë ndryshuar dhe si është diferenca për çdo të ardhur. Kapitët vjetë, sa biznese ke pas pa licencë, të janë një pjesë biznese që kanë 3-5 milionë, që 5 vjeçare. Janë Po, këtë vit janë mbyllur gjithë kontratat, janë paguar 95% e kontratave janë paguar, kanë ngritur një 5% që i kanë pas kontratat nga vjet dhe kanë aktive dhe këtë vit, që kanë afat të mbyllin brenda sezonit turistik. Dhe pista tjetër është jo. Jo, nuk i ke të ardhurat vetëm nga këtu, po ti shohësh tabelat. Si të doresh, do të kesh kështu. Po ti shohësh. Po ke gjetë, turim mund të shkojë besoj që ti ke gjetë i grup. Unë do të jap urdhrin e grupit punës. Po, nuk të besoj se s'ka urdhër. Kështu që Okej, edhe nuk keni ku jeni gjetë të thosh se sa biznese ke pa licencë. Kaq. Biznese pa licencë, stacion e plazhit më thua. Asnjë nuk operon pa licencë. Plazhi Katar, kush i Katar, gasë. Nuk operon asnjë biznes, asnjë stacion plazhi nuk operon pa licencë. Gjoje më vore të pse derisa në një temë Po një pse temë. do të Po të jetë zonat sakta. Po të jetë zonat sakta, po të jetë përpikta. Po të argumenton të gjitha të të ardhur, po të argumenton me fakte. Vjen në rritje. Pra një tësh, pa e gjumë që rritë të shko të sepi kërpes. Performanca e buxhetit bashkisë ka rritje goxha të madhe. Përdesa ka rritje është gjenot një fuqishtë të Më fal, që ta sqaroj pak, kjo taksa e ndikimit në infrastrukturën. Pra, nga sa subjekte, po them, apo nga sa leje, është një leje, janë 3 leje, që janë këtu në Spille. Pra janë 3 leje ndërtimi në Spille që kanë rritur. Këta i gjë që ka performancë rregull që vjen shëndet. Jo, me këto vënda performanca është super, po kjo që ta kuptoni dhe ju, është nga 3 leje ndërtimit dhe në Spille. Përse zhvit performanca mbledhjes taksave, le të themi, është rritur dhe ajo, po edhe është rritur, po. Te hapësira publike, krahasuar me 2026-ën, se po më thoj për hapësirën publike nga stacionet e plazhit, nuk është ndonjë rritje e konsiderueshme. Ka qenë pak a shumë në 10 nivele. Nuk është vetëm nga stacionet e plazhit. Çdo zë ka ndikuar në rritjen e të ardhurave, por peshë më të madhe 38% e gjithë të ardhurave e zën ndikimin në infrastrukturë. Diferenca pastaj është nga zërat e tjera. Po të gjithë zërat janë rritje, qoftë taksë ndërtesës, taksë tokës bujqësore, taksë tarife pastrimit, tarifat e tjera. Përshëndesëm, po hapim legjit të vjetë. Kemi që kemi Je shumë e saktë. Zoti e nderë në molla. Kalojmë në pikën 18. Shurtimi materialit si përgjigje të ardhur nga Shoqëria Rajonale Ushqimit Kanalizim e Durrës, dhe treguesit kryesor ekonomik të njësisë operacionale Rrugëzim. Fjala për përgjithësinë e njësisë operacionale Rrugëzim, zonja Dafina Luka. Përshëndetje zonja Dafina. Fjala për ju. Kemi përgjigje. Jo, do ta përmbledh se kjo i ka të gjitha kështu dhe mërzitën i pastaj. Zonja Dafina. Zonja Dafina. Tani në pas të shkresës dërguar drejtorisë rajonale Durrës me numër protokolli 2148/29/2026
Ato zotrit e kanë parë kërkesën tuaj dhe mbas kërkesës kanë kthyer një përgjigje për performancën e sjelljes Kanalizim Rrogozhin. E para fillon me pika parë, se kanë përmbledhur, do të thënë shkurtimisht e kanë vënë me tabelare që ju bezdis, besoj ka lexoj gjithë tabelën. Por informacioni është përmbledhës dhe shkapin që kanë të ata mund ta lexoj dhe përmbledhës, mund ta diktoj pak. Sa dhe syzet më mungojnë sa se isha në terren. Shiko tani. Ma thuj me pak fjalë. Jo, është thjesht informacion për punën. Nëse kam të gjitha, thej me fjalë se një di informacion. Atëherë, Njësia Operacionale Rrogozhin operon gjithë bashkinë Rrogozhin me ujë dhe kanalizime. 20% dhe më thënë mbulohet me kanalizime vetëm në qytetin Rrogozhin, pak gosa, qendër dhe pak një pallat i vetëm në Vil Ballaj, Vil Boshtor. Krahas problematikave që ka sektori, njësia jonë ka pas një histori të qëndrueshme dhe në rritje, gjithë kohën ka qenë në rritje. Treguesit tanë, duke filluar nga kontratat, nga të ardhurat, nga që të më thënë shitja, nga arkëtimet, jemi me mbi 100%, këtë gjitha. Vetëm të kontrata e bizneseve jemi 99.1%. Sepse në bashkim tonë, bizneset përqendrohen në zonat rurale, bregdetare, jo rurale, në falë. Dhe bregdeti jonë nuk ka investim për ujësjellës për ujën e pishëm. Operojnë me puset e veta, me shpimet e puseve. Mund të dinë shumica. Ndërsa institucionet dhe familjarët e kemi 102 kemi familjarët dhe 100% kemi institucionet, 113%. E gjitha shkon i 102 e kemi institucionet, jo 100% kemi institucionet, 102 kemi familjarët dhe 99.5 kemi bizneset. Faturimi është në rritje. Buxheti ka qenë 32, viti 2025 e ka pas 32, dhe buxheti ka qenë i planifikuar 29 dhe ne kemi kaluar 108.8% në të ardhurat. Ato kanë planifikuar një buxhet për 29, ne kemi realizuar me 32%. Dhe më thënë, gjithë realizimi është 108.8, ndërsa të ardhurat tona, që besoj e keni gjithë për para, të ardhurat i kemi 114%, në krahasim me buxhetin e planifikuar nga tani. Falë se po ndërpres. Po kështu e kam tabelare me përqindje me kështu dhe me të ardhurat. I ke shërby shumë mirë asaj drejtorisë rajonale Durrësit, si jemi me furnizimin oraret me ujë me qytetarët. Kjo më intereson me sa ujë morën qytetarët. Gjitha është me ujë të pishëm me furnizim 24 orë. Rrogozhina si qytet. Po njësi. Do t'i them unë. I kesh se kjo më intereson e sa ujë. Se kjo shërbim. Besoj lëgoz zysha se pas ka fillon problematike të Nuk ka pas. Si vjetë është viti që nuk ka pat, kemi bërë një ca manovrime, ndërhyrje, sepse ne jemi në investim në gos, po të shikosh rrugët e gosës janë akoma rëmuj se jemi me një investim të ri, por kemi bërë ca manovrime në orare, që të marrin gjithë, dhe të thënë që mos ngelet as një patrimizim. Kalushi, Koçuka, gosa. Gosën qendër e ke pak të rritur. Ne qendër e kemi Pak të rritur, është rritur, po ta pyesësh gjasëshën në Koçuka, jo. Kemi gjenë orën 10 e gjysmë 11. 10-11. Po. Ora 6, 10, 11. E ke. Po këto që janë Sa i përket Rrogozhinës, përgëzoj për punën. Po. Edhe jemi furnizimi është super. Por Faleminderit. përgëzoj edhe për diçka tjetër që punëtorët i kenë terren. Për çdo gjë. Po. Edhe te do ta them që punëtorët e mi, punojësit e mi pa mjete përkatëse, pa mjete përkatëse, dhe më thënë që duan për punën, por janë korrekt me punën dhe i kanë të gjithë në terren. Vogël, por në spillën, sepse Do ta shpjegoj, ma thuj.
pa ndërtitare. Do ta shpjegoj edhe pjesën e spirituale. Jo më lart se e kam edhe unë atë. E kam çuar edhe dje që ka qenë diel, ka shku punoj si im atje, ka verifiku. Ka shkuar një, po të shikosh videon, ka një nga ana bashkisë ka shku një depozit atje. Uji i shkon deri këtu dhe atje duhet punojësit e shërbimeve të ndërtesës që të hapin linjat si kanë bërë shumë keq që uji t'i shkojë te depozitat, duhet lidhje depozitës. Bashkëpunon me administratorin se mori 10 punëtor sot edhe besoj se do jenë Astriti ka qenë një nga, domethënë, bashkëpunëtorët e mi në terren në çdo hap, domethënë, në çdo. Nuk e di kush e ka hidraulikun, njësia këtu domethënë bashkia apo njësia administrative. Sepse unë kam çuar hidraulikun, po s'është problemi jo. Ne verifikojmë si institucion, nuk me një institucion që është më afër qytetarëve, që është ambulanca, do të shkoj ujti. Bile sa kjo është edhe një zonë që u interesu që ka është dhe një video që ka Faleminderit zonja kryetare. Unë jam e kënaqur për lagjen time për Çukaj, për qendrën, gjithashtu. Po, gosën lart, kam diçka për të thënë. Por është e vogël apo e madhe? Gosa e madhe lart. Gosa e madhe lart, sepse unë atje kam shtëpiat e mia. Gosë. Dhe atje është problematik sepse tani në gjatë periudhës që vinë refugjatët, uji vetëm merret me pompë thithëse. Po, sepse është investim i vitit 2001. Dhe sot, neve jemi edhe në Gosë. Në këto momente që ne jemi këtu, grupi punës është në Gosë. Edhe du të them që a do rregullohet këtë vit pra patjetër se para një, mos gaboj, një muaj, 3, nuk e ka mush muajin, kemi bërë një takim me firmën që po bën punimet në bashkinë Rogozhi, nuk e di kush ka qenë. Dhe ato i kanë dhënë, ka qenë Akuku, kam qenë unë, ka qenë dhe drejtori Durrësit rajonali, dhe kemi vendosur që i kemi lënë një afat kohor firmës që brenda muajit mbyllet Lekaj dhe Gosa. Mi po unë e kam ndjek vetë, hapës hapi, dhe në Lekaj, Zysha duhet ta di, është mbyllur, është bërë gati thjesht vetëm t'i shkoj ujë banorit në familje. Gosa ka filluar mos gaboj 5 ditë. Është përsëri e vjetra, pra. E vjetra, që akoma nuk ka feria, se do bëhet, është bërë dhe një testim, do jetë brenda këtyre periudhave. Tani, një muaj, nuk zgjat. Domethënë varet tani si do operojnë ato në Gosë. Që është periudha verore që vinë refugjatët, a do të jetë besoj po. Pjesa e Gosës madhe? Do jetë gjithë zona me një investim të ri vetëm. Se testimet janë bërë, janë kryer, kam qenë vetë në testim, uji është shumë rregull dhe ka një gjë të mirë në krahasim me qytetin Rogozhin. Po ka se është zonë malore dhe nuk i shkon, nuk ka aq me ne kemi shtuar, por paraprakisht, para se të vi investimi ne nga Çerma, kemi bërë një pikë ataku në rrugë, kam qenë vetë prezant. Uji merret nga dhe ne kemi shtu me 5 litra në sekondë, prap nuk e funizon dot, se është linja vjetër. Po më thënë, se kilo jashtë bashkisë. Në çfarë, po këtë po them për Po, se kam lënë unë, kam lënë atë që kam bërë projektimin. As kam bërë unë jam vetëm. Thjesht ndjek zbatimin. Se kam vënë njerëzit e mi tani në verë. Do të stabilizohet shqipsha. Vetëm kur vinë refugjatët. Jo, po çipa këtë po them dhe unë. Jo, do jetë investim që do futet në punë, do punoj Gosë në Lekaj dhe qitë Maksim. Pra që jetë rregulluar gjatë periudhës verë. Vetëm që do meni këtyre, jo juve, se ne e kemi. Këto do marrin ujë si Rogozhina. Ka as problematika. Rogozhina ka qenë shumë problematik, ndërsa ju e keni më rregull. Nuk e dim, domethënë është biseduar për rritje çmimi, presim nga ente rregullator, është diskutuar, është sqaruar dhe neve, jo, po se kemi kjo, nuk është kjo. Po, por ato e kanë thyer përsëri dhe do e sjellin përsëri. Patjetër, po s'bëhet pa të gjithë publika. Nuk bëhet. Po ato e kanë çuar Silvana dhe juve gjithë e kanë, nëse ne marrim vendimin për jo, Këshilli Bashkiak, ato nëse e kanë vendosur shteti e rritet çmimi. Kështu ka funksionuar. Faleminderit. Ne s'kemi takat paguajmë. Atë do ta ngrej. Po të kape dhe ty. Jo, ti do japësh për jo, edhe unë jam dakord me ty t'ja japim për jo. Ato do ta bëj. Ato do ta bëj.
kjo është ide. Edhe një faleminderit. Faleminderit. Kemi shpresën të ardhur nga Drejtoria e Financës. Kërkesë për shtyllje afati për paraqitjen e analizës për realizimin e trebuzve ekonomiko-financiar për 6 mujorin e vitit 2026. Mbi mosmarrëtimin e tavaneve të programit buxhetor afatmesëm PBA 2027-2029. Shkresa kthim përgjigje me numër 2660 i drejtuar Ministrisë së Financave dhe Përdenit Këshillit Bashkiak. Drejtori i Financës do të na shkruaj me radhë këto 3 shkresa. E keni të rendititës, do ta keni lexuar. Në momentin që skalon Më skalon se shpëcena. Nuk është projekt vendim. Është shurtim. Do ta jeti nga votim. Është do ta kalojmë si tip janë rendititës. Zoti Rezak. Pa. Duke qenë se na erdhi një shkresë për dorëzimin e raportit financiar janar-qershor 2026 dhe afati i dorëzimit të këtij raporti ishte data 10 korrik. Është e pamundur për shkak të afateve, për shkak të situatës që ka dhe puna dhe vështirësitë që kanë për raportime të ardhurave, shpenzime, investimeve e gjithë të tjerëve. Për këtë arsye i kërkuam Këshillit Bashkiak që raportin ta dorëzojmë në mbledhjen e muajit korrik. Që në muajin gusht, në mbledhjen e muajit pasardhës, dhe raporti për shpenzimet 6 mujore. Raporti shpenzim për 6 mujor, janar-qershor. Si svoj drejtoria të ardhur relacionin për të ardhur, unë kam relacionin për qitë për 6 mujor. Dhe ishte e pamundur, përse deri brenda datës 10 korrik bëhet miratimi raportit. Jo, po thuaj se është gati, po thjesht të rakordonet të ardhur ato shpenzime që të jetë informacioni të jetë i plot dhe mos jetë. Në momentin që do kemi mbledhjen e jashtë radhës që do ta bëjmë për atë që foli. Ndoshta mund të jetë gati edhe të mbledhje, patjetër. E vendosëm për mbledhje jashtë radhës. Fare të mos mos jo. Shkresa për mos miratimin e tavaneve këtë. Mos mos i vendim. Çfarë harroje me Në do dhe kërkesën e vejës, zote vejës kuqe, se është... Ja, kemi që të më po. Atëherë, me shkresën numër 2574, dati 23/6/2026, ju informoj, domethënë unë kam dërguar shkresën Këshillit Bashkiak, ku ju informoj mbi mos miratimin e tavanit programit buxhetor afatmesëm 27-29. Drejtoria e Financave ju informon se projekt vendimi për miratimin e tavaneve është përgatitur dhe paraqitur në përputhje me kërkesat e ligjit 68/2017. Projekt vendimi është përfshirë në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak, por deri më sot nuk është miratuar. Pa u paraqitur një analizë teknike, financiare apo ligjore që të evidentojë mangësi në përmbajtjen e tij ose mos përputhje me legjislacionin fuqishëm. Mosmiratimi i tavaneve të PBA-s po ndikon drejt për drejt në vijim normal të procesit të planifikimit financiar dhe buxhetor të Bashkisë Rrogozhin, duke krijuar vështirësi në përgatitjen e dokumentave të mëtejshme buxhetore dhe në respektimin e afateve të përcaktuara nga legjislacioni përkatës. Drejtoria e Financave konsideron se detyrimi i saj për hartimin dhe paraqitjen e tavaneve të programit buxhetor afatmesëm është përmbushur në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Kjo ishte shkresa në lidhje me mosmiratimin e tavaneve përgatitore buxhetore. Po këta kanë si Po, zote Indrek. ato problematike mund të sjellin vetë.
Po unë ti do kisha qef që meshem me vendim kështu, një vendim moral, si drejtori i financës, në që këtë 5-6 muaj nuk kalon kjo histori, nuk bështet të rejqës. Pse? Arsye. E thot ligji. Jo, unë nuk e bëj atë. As nuk të detyroj, po dhe marr shkas nga mbledhja e kaluar kur ju zoti këshilltar u shprehu që nuk jeni as financier as jurist, për këtë arsye nuk e meritoni. Faktikisht do të jeni juaj që do të jepni dorëheqjen. Një drejtor që nuk është javë, kaloi 6 muaj. Faktikisht do ta jepni ju dorëheqjen zoti Indrisë, mbledhja e kaluar tha që si jeni financier dhe jurist, për këtë arsye nuk e meritoni për eventimin. Detyrimin moral nuk e keni ju se jeni votuar nga qytetarë që detyrimet të firmës që ke. Po deshe. Mos vazhdo më tutje se e gabim. Mos vazhdo më tutje se e gabim. Të këngjeni të rejqës, janë drejtori financës, po që të rështoj për në probleme. Mos e patjetër. Atëre, me shkresën numër 2660 fraksion 1 datë 29/6/2026, informoj Ministrinë e Financave dhe prefektin e Qarkut Shumë kërkesën është nga Kryeministri e Drejtorisë së Financës, Atëherë, Ministria e Financave me datë 16/6/2026 dërgon mendimet për programin buxhetor afatmesëm. Dhe faktikisht deri në datë 16/6/2026 për shkak të mosmiratimit të tavaneve përgatitore buxhetore nuk është bërë asnjë gjë në lidhje me programin 2027-2029. Për këtë arsye, unë jam i detyruar si drejtor financi t'i dërgoj një kthim përgjigje ku i parashtroj problematikat se për çfarë arsye nuk është bërë asnjë gjë deri në këtë moment. Kaq. Tani jemi te fika 20. Sikën e pushimit. Kërkesa për ndihmë financiare të zotit Bes Skuqi. Doni të Ka rrihet bërë edhe një në kërkesë për vëllain e tij, i cili është me Rustem Skuqi, i cili jeton i vetëm dhe ka kaluar në ishemi cerebrale. Aktualisht është i pa kujdeset për vete, nuk artikulon, nuk ushqehet dhe ka 5 diagnoza. Atëherë ju do jeni të gosës, do ta njihni. Po, Sonja Fatmira. Atëherë e njoh personalisht zotin Rustem Skuqi, meqense janë nga gosa njihemi, edhe është në tillë gjendje që për shkurën vllai i tij, jemi dakord që të gjithë që ne ta kalojmë këtë të japim një ndihmë, të japim një dorë sepse jeton i vetëm. Jemi dakord që jemi dakord. Edhe në kushte shëndetësore shumë të rënda, jemi dakord që të gjithë. Ne kemi ndihmuar dhe do ndihmuar pa bashkëpunëtorë, Atëherë do t'ja përcjellin Jo, me përndim shtire ka drejtoria, mëse ma drejtorin për kasën e nga ato që nuk jam më. Nuk jam pasi lek. E parë, e dyta. U po për karotën, pak në tjeni djeni, karotën dhe krevati, sot e kam të shumë. Ka shku, karotën të shumë që u da. Po, ne kemi ngësh me drejtorinë e financave, Si ka mundësi zonja kryetare, po të marrin bashkë tjera që janë njësoj si ne, ka shumë ndihma për persona që bën dializë. Japim, bëjmë projekt vendime për persona. Kjo nuk është më ndihmë, se 500.000 lekë nuk do ashtu gjë rrite. Ne e japim kur dush nuk. Po ka dhe persona të tjerë, këto që bëjnë dializë. Persona të tjerë që janë në nevojë, 500.000 lekë nuk është asgjë. Vjen ambulanca ku jep shteti, po vjen ambulanca deri në Lekje, majsa jam vjeni unë jasnike. Vjen ambulanca merr deri në Lekje, Rrogozhina nuk u përfshi fare. Pak në të 3 persona që janë të Rrogozhinës le t'i parë. Vjen ambulanca, pse Jo, nuk vjen Rrogozhinë. Dhe Lekje. Në Gozë, edhe në Gozë di që ka edhe në Gozë, Rrogozhina jo. Ikin në mënyrë private. Paguhen. Ikin në mënyrë private. Mos ndoshta duam me po. Të vërtetë të shkosh në mënyrë private 25.000 lekë bashkë. Jo, edhe ato
e di që Jem shumë pak shtepë. Po, zote drejtor, Zoti mundësi sepse kjo është e fushës natë dhe jap që i skarim si dhe kysh mund të ndihmojmë të qytetarë në në. Ai qytetarë është përfshije ke fond ke ndihma ke fondit të bashkisë, përfshije ka 2 muaj, Pa? nuk ke muaj 3. Kurse për pjesë tjetër pastaj nuk ka bazë ligjore, nuk ka ku mbështetet. Po pra kjo është problemi që jemi në Çfarë bazë ligjore mund kemi neve që ta miratojmë në tjetër. Si mund të jetë bazë ligjore jo, ku e kuptet Po nuk e di mëse për këtë pjesë e këshillit. Unë flas për drejtorinë që profesor. Atëherë Ka bazë ligjore për shumë tjetër. Tash i pyetje skaruse. Tash këshilli Këshilli drejtor zyres financën dhe thot, pra tani moj bashkia jo, ti edhe thot, duke pa gjendin e qytetarit, është e mirë gjendë, duhet tani moj me 5 lik vjetër, me 50 lik vjetër. Drejtori dhe komisionit mjekësor. Mund të drejtohet nëse ka që Kjo është problemi. Resi, ne kemi të rritmojnë një vendim si këshilë, si tani mojmë 100 lik vjetër. Nga mbledhjet e kaluara ne kemi kalu për vendime për ndihmat me njështme financiare. Në rastin konkret, ta diskutojmë, ta shikojmë kush është baza ligjore dhe se ju keni kalu, nuk se s'keni kalu. Ne t'japim okej si këshilë dhe ti ta kthesh përgjigje. Pas ta kalojmë. Po them, ne kemi kalu e ti nuk se s'kemi kalu. Vendim që të mori Até votum ka, jo në moj votu, do vera të së përna mode. Kalojka. Atë kemi këtë ndryshme. Zotje, me kishte gjë tjetër për të. Benefitin me këtë është që nëse nuk bëhet, nëse përgjigjet të rritë të mbledhja shtratës të thojë avokatët për klasë kompetencë është dhe këtu ta gjinë sakët e pjesë. Duhet kishomë. Atë këtë të ndryshme, çfarë kishte tjetër? Pastrimi i qytetit. Këtë flasësh. Pastrimi i qytetit. Jo, nuk, ajo në të ngjojnë të gjithë pastrimi i qytetit, sidomos njerë me 2 ndeshjet që kemi. Atëherë Me ta marrë? të vazhdo. Okej. Pastrimi i qytetit të herë skandal gjyqësor. Nuk e di se çfarë masa është ky shtet, por me pastrimin e qytetit, sidomos kur kemi pas 2 ndeshje shumë të rëndësishme që Egnatja, edhe rrugët e stadiumit me 20 duhet me hajt pastrojnë. Tani, në kontratën që është bërë me firmën, është dhe larja do më të në që del makina që... Po, që del... Po, pasron tani... Në sezonal, veror. Ka pas rasti që ka nejtë plena dhe 2 ditë, 3 ditë, mes qytetit. Janë marrë kosha. Se ku i kanë qënë koshat nuk e... Ka ketë bashkia koshin për barë, derës vetë, asa dhe jo? E para, e dyta, partimin. Sidomos tani që ka ardhur është ajo që thotë Fatmira që kemi ardhjen e emigrantëve. Në qendër të qytetit është bërë sikur jena në mes Tiranës. I rrëmuj, policët që turën më shumë ato të rendit që kush mund fitoj të kapin e letë se është si puna ti kapin që kapit të BU, policë bashkjaku nuk shoh fare. Qore kemi një rregull. Ore, i përdorin blogje të policët bashkjaku. Se tu na plum 10 plan masësh, ore, dalin të rrenta. Kërkojmë rritje rrogës gjerekri, për nuk i kemi pa në herë policët bashkjaku. Në rritje, në bazu në masën në të rritje në stacionë. Pra, gjëja më urgjente për mua është një pastrimi i qytetit. Njërë që gjelbërimi është prish. Çdo dyqan tani ka bërë atë ndarjen e vetë ku mushtarin çare, kemi pas një gjelbërim që ja kaloshim të gjithë qyteteve, me trëndafila një gjelbërim shumë bukur, tani është bo, haj se boni filoni rrugën ta bëjë unë dalë. Kështu që të merren masa për pastrimin e qytetit. Ashtu që pastrun dikur, të kemi pa ato ullit, që ishin ato që kishin krasit ullit, doli vetë bashkia me pastru,
Dhe në raste të ndryshme, paktën kur kemi ndeshje sportive që do vinë, paktën pastrohet. Jo, shperuve që të shirë verë, do për pas tjetër rritjen dhe. Skandale, dini që kanë shumë çuj. Boshi po. Tani ta kesh koshën të asë, aty nuk e pastrohen atë. Në fund jemi për të rritë. Jo, këto doja me... Zonja Fatmira? Për sa i përket njësisë administrative GOS. Së parë, do ngrit problemin e dritave. Dritat tek ne her pas here fiken. Ka raste që rrin me orë, ka raste, ka pas një rast që ka nejtë edhe një natë. Së dyti, tek rruga që është për në vil, që ikën breakdate-i. Doja, ne vetëm thjesht po flasim këtu, por të tjerë të gjë dhe le të marrin masë. Le të marrin masë. Tek rruga që ikën për në vil, në breakdate, në pjesën ku është Shkumbini dhe po e gryn, Shkumbini po e gryn goxha tepër pjesën që është afër Xhabës. Sidomos kur është një lokal, nuk jam vaj më ndimrin, aty është kry jashtë masë dhe po i afrohet Shkumbini rrugës kryesore që ikën për në spjellim. Do doje që të merreshin masë për të dyja këto probleme, sidomos për problemin e dritave herë që e kanë bërë kështu çdo ditë, thuaj se sa çdo ditë, nga 2-3 herë në ditë. E sidomos ditë mërkure që edhe është edhe tregu ngos që duhet patjetër, fiken dritat në çdo moment. Kështu që do doja të kam një generator për të shit. Po që se në gosë u shisë kam duket. Ka do tjetër moti. Zoti Enver? Fiken dritat praktikë. Po Enver se do të gjoj të iki. Ty do të gjoj. Ato po presin gjithë. Ka pas orë të sillun, unë më shumë kisha me shërbimet, se realisht në vetë banorën bisa që në trejlit, se shumë të kemi lajiston me banën. Dhe ka nga fundi i dimit dhe deri sot, nuk është pra asë i lejmë i baki. Mund iku dimi, për vjetë dimi është po një katastrofë. Që bazamenet të emë do zhe pak veqë, s'ka kushtë të rëmbetë, që e poshtë pru pra, që nuk po shkojnë dhe shpi. A dhe qatë taksës mund t'i kërkosh Dhe është një histori që edhe rrugut janë kushtuar, nuk kam pa si punëtorë. Apo asë një që funksionin një vetë një, që ka zënë rrugët të zotri, po, shkujnë shkjene dhe vazhë që e vetë. Po rrugulluar rruga atje. Po kur erë s'kërë palë. Në fakt. Erë në gjithë dole dhe më s'kërë në punëtorë. E drejt dole kështu e. Shumë të familje. Dhe ne po shkojmë atje. Familje në shvaje. Mos në përshkëm fjallën e verit. Po t'i ke lagja verës. Po pra nuk të ferë, po verë për lagja është bërë muaj i tretë. Kur vit pra, kushatë. Po tu është bërë muaj i tretë. Në 3 fat drama kreva që ka bashkia në Rogozhin Shovasin. Nuk u di çfarë po ndodh. Sidomos me kanalin e madh. Bashkia do të ka bordi, por ka bashkia. Se akoma është pastruar akoma. Nuk kanë nëse dojë koordinimi. Nuk di çfarë do bëhet. Për këtë pjesë. Ose për këtë pjesë të tjera të la gjeo pak të me ato që ngjelin digjet. Të shkosh beton, për këtë pjesë pastruar sa të gjuna. Është 830 nga daroj. Atëherë, kur të vi Taulan Balla, merre bashkë me të dronin, të shofi gjithë bërimin atje dhe ja çoni atje të lasmani se i thoni në timbreti tuaj dhe të thot mirë mëngjes nga Rogozhina, mos shihni boqet e luletillit, e çoni ke lart. Se i të lëm boqet luletillit, boci kur ishte e në nga kisha marrë mollit të shifshim, më bon për jasë shku. Që e në janë? Pytje tjetër? Që edhe me këtë ndryshme? Mos ka flasin kosë së gjëmi. Atëherë me që nuk kemi në pytje, mbledhjen e deklaroj zyrtarisht të mbyllur. Një minutë sa ta mbylli se kam diçka. Esposito do një dosje, mos të përpërmu ka leguado të pjedosje. Po pesme e kopije.